Inspektorët e DAP-it dhe të Inspektoratit të Tregut, shoqëruar nga forcat policore, kanë vazhduar aksionin kontrollues për zbatimin e ligjit antiduhan. Forcat të mëdha, ngjashëm si në disa qytete të Maqedonisë dhe në Gostivar, mbrëm nga ora 21 deri ora 24, kanë ushtruar kontrolle në shumë lokale të Gostivarit, kryesisht në kafeteritë më të frekuentuara të qytetit. Aksioni ka patur për qëllim penalizimin e pronarëve të lokaleve që nuk kanë kasa fiskale dhe ku nuk respektohet ndalesa e duhanit. Sipas dhënësit të policisë opollogut Marjan Josifovski, me këto aktivitete kontrolluese, gjithsej janë përfshirë 12 objekte hotelerike, prej të cilëve 4 në Gostivar dhe 8 në Tetov. Sa ovje kontrolni aktivnosti vkupno opfateni beja 12 ugostiteljski objekti, od koji 4 vo Gostivar i 8 vo Tetovo, pretežno kafulinja i kafiteriji. Vo 10 od kontroliraните objekti otkrijeni, odnosno konstatirani se različni vidovi propusti i zakonski nedostatoci, pred se vo vrska со законот за пушење, но и други од делокругот на надлежности на Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат. Gjatë 3 orëve të kontrollit në 2 qytetet më të mëdha të opollogut, Gostivar dhe Tetov, e që kryesisht janë të banuar me shqiptar, shteti ka arritur të vlen nga pronarët prej 10 deri 15.000 euro. Pos gjobave në para, janë shqiptura dhe 7 ndalesa për ushtrimin e veprimtarisë dhe një edukim të udhëhecit në lidhje me ligjin për duhan. Gjobat, varësisht nga shkelja, shkojnë nga më të ultat 400 deri në më të lartën 2500 euro. Глобите за констатираните пропусти и активности во синочешните активности, како што веќе споменав, се движат од 750 до 2500 евра, додека платните налози ќе тежат од 400 до 750 евра. Shumë nga qytetarët Gostivaras kanë qenë dëshmitar të planisë së shtuar të forcave policore, që në këtë qytet nuk ishin parë që kurse ndodhi aksioni i fundit që kanë që para një muajsh. Aksionet kontrolluese shoqëruar nga forcat speciale të policisë janë kundërshtuar nga pronarët e kafeterive të Gostivarit. Pronarët të cilët nuk duan të flasin para kamerave, thonë se ky aksion i gjante aksioneve në filma, nga 20 polic dhe 3 apo 4 inspektorë me kamerë në duar futeshin në lokal. Na trembën neve, por edhe klientët. Çfarë krimi kemi bërë? Policia le të merret me kriminalët e vërtet, e jo me ne. Ka edhe nga ata pronarë që thonin se ky aksion ka qenë diskriminues sepse janë kontrolluar vetëm lokalet e shqiptarëve. Nga MPB njoftojnë se aksionet do vazhdojnë edhe në ditët në vazhdim.